Imagjine një moment. Po kaloni kete jetë. Ndonjëherë te pasigurt. Shpesh duke petur me heshqe. A eshte Allahu vërtet duke me mbrojtur? A ka kaluar ndonjëherë kjo pjesën e mendjen tuaj në momentet tuaja të dëshimit? Dhe nëse do të ju zbulonim sot se ekzistojnë shenja të holla. Por të fukishme. Rreth qysh? Manifestime hijnore kue konfirmojnë se Allahu ju mbulon gjithmonë me mbrojtjen e tij. Edhe kur mendoni se gjeni të vetëm. Këto shenja mund t'i keni përgjetuar tashme pa i njohur. Ato janë si murmura hijnore në trazirat e jetës së përditshme. Të lehta për t'u humbur nëse nuk dini të identifikoni. Qëndroni me mua deri në fund, sepse do të ju zbuloj pse shenjat e jashtëzakonshme që provojnë se Allahu po kujdesset për ju çdo moment. Këto nuk janë thjesht rastësi. Ato janë djeshmi të pranishmërisë se të hajnore në jetën tuaj. Në fund të këtij videoje, nuk do të shihni me rrugën tuaj të jetës njësoj. Do të filloni të vereni këto shenja në eksistencën tuaj. Dhe këjo ndërgjegjësim do të ju sjellën një këtësitë të leke ndoshta nuk i keni ngjire kurrë me pare. Por kini kujdes, ngjorimi i këtyre shenjave është një rrezik për t'u hambur nga burimet me të mëdhata e ngushëllimit të sigurisë që besimi juaj mund të ju ofrojë. Prandaj mos i kaloni këtë video. Ki mesazh mund të transformojë perceptimin tuaj për mbrojtjen hijnore për gjithmonë. Le të hedhim tani një veshtrim në këto pesë shenja misterioze që zbulojnë. Se Allahu ju mbulon gjithmonë me mbrojtjen e tij. Shenja një. Pengesat e padukshme që disaparon nga rruga juaj, a keni pasur ndonjëherë një situate që dukeq pashpresi? Per te pare pastaj se problemi zgjidhet në një mënyrë të pashpjegueshme. Profeti ynë i dashur Muhamedi na mësoi se kur Allahu e do rrogën e tij, ai e mbron atë nga e keqja ashtu si askush tjetër nuk mund ta bëjë. Këto fjale behen të gjalla kur verni me kujdes rrugën tuaj. Mendoni për momentet kur e shpëtuat nga një aksident me ndihmën e Allahut. A jo mbledhje e rëndësishme që u shti ndërkohë që nuk ishit gati. Ki person armikesor që papritmas ndryshoi qëndrimin e ndajgjush. Këto janë pengesat e padukshme që Allahu i vendos përpara rrezikut që ju kërcenon. Këto rastësi nuk janë të rastit. Ato janë manifestime të prekshme të mbrojtjes së tij. Kur vështirësitë e zhduken misterisht nga rruga juaj, është Allahu që i hek pengesat. Duke ju ruajtur nga sprovat që mund të ju kishin mbërthyer. Herën tjetër kur një problem që dukeq, i pashmangshëm të zhduket papritur. Merrni një moment për të njohur atë dorë të padukshme që ju drejton dhe ju mbron. Kjo është shumë më tepër se një mundësi. Është një shenjë e padiskutueshme e pranishmërisë se ti të mire besuar në jetën tuaj. Shenjadi. Pakja e bërndeshme. Në ndërkaku qaos. Absolutisht, asgjë nuk do të ndodhë përveç atij që Allahu e ka caktuar për ne. Ai është mbrojtësi ynë. Këto fjale nga sura At-Tauba, 9:59, marrin kuptimin e plotë në momentet e turbulentës. A ju ka ndodhur ndonjëherë të kaloni një periudhë të vështirë? Ndoshta një krize financiare, një konflikt familjar, ose një sfide profesionale, dhe të ndiheni papritur me një këtësi të çuditshme brenda jush. Kjo këtësi e pashpjegueshme në zemër të stuhise nuk është një mekanizëm mbrojtës psikologjik. Alla është një dhuratë hijnore, një shenjë që Allahu ju mbulon me mbrojtjen e tij. Kjo këtësi misterioze mes vështirësive është si një mesazh i heshtur nga Allahu. Unë jam me ti. Mos ki frike. Ajo ju kujton se pavarësisht pamjes, ju nuk gjeni kurrë vetëm përballë provatave tuaja. Kur gjithçka duket se po shembet përreth jush, por zemra juaj mbetet e këte. Është Allahu që stabilizon mendjen tuaj dhe këtëson frikerat tuaja. Kjo këtësi nuk është e zakonshme, ajo kalon logjikën njerëzore, të tregon pranishmërinë e tij të vazhdueshme pranë jush. Kjo pak e hijnore është një mburojë kundër anktit të dëshpërimit,
duke gju mundesuar të kaloni përmes tuhive me të ke kajgja me ngjej forse ke nuk e kishit ditur kurre. Ajo gju kushton kue me Allahun si mbrojtës, asnjë prove nuk eshta e pamundur. Shenja 3. Intuicia hinur e kua. Udhek vendimet tuja profeci yune na ke shilloj. Kërkoni udhëzim nga Allahu për çdo çështje tuajen, dhe nuk do të pendoheni kurrë për zgjedhjet tuaja. Mendoni për vendimet vendimtare kue keni marrë në jetën tuaj. Ata momente kur ishit në nje krikezim rrugesh, te pasigurt se ne silen drejtim të shkonit, por njëze i brendshëm duket se gju udhëhak në zgjedhjen e duhur. Kjo intuicion misterioze nuk është rastesi. Ashte Allahu ka vendos frimezime të holla në zemrën tuaj, duke gju drejtuar drejt asaj ka është me mire përgju, edhe kur nuk mund të shihni të gjithë pëmgjen. Ndoshta keni refuzuar një mundesi që dukej ideale, për të zbuluar me vone se ajo fshehte kur të pardukshme. Ose ndoshta gjeni tërhekur në menire të pashpjegueshme drejt një rrugë të pasigurt që doli të ishte ajo që gju duhej. Këto momente të kartesise se papritur, këto frimezime që duken si të vene nga askund, gjane shenjat e mbrojtjes se Allahut. Ai ndrison rrugën tuaj, duke gju ruajtur nga gabimet që mund të gju demtonin, dhe duke gju drejtuar drejt asaj që do të ushkegje shpirtin dhe besimin tuaj. Shenja 4. Taka rhekja natyrore drejt. Drejtësis pavarësisht. Ta, rektave Allahu na sigurun në Kur'an se ai nuk ngarkon kurrë një shpirt për te mundesive të taj. Kjo premtim hijnor manifeston një menire veçanërisht të fukishme në jetën tuaj shpirtërore. A keni venere atë forse misterioze që gjustin drejt veprave të mira, edhe kur tundimet e botës gju rrethhoqne. Kish përblim natyror drejt lutjes, pavarësisht një orari të mbingarkuar. Kish ketesim që në gjeni për paradisas shqeljeve, kur shumet e tjere i pranojnë ato pa hezitim. Nuk ishte thjesht në dërgjegja gjuaj ke flet. Shte Allahu ke mbron zemrën tuaj, duke ruajtur fitrën tuaj, natyren tuaj të paster originale, nga korupcionet e botës. Në një shokeri kush për kendrimet dhe tundimet janë të pranishme kudo. Kjo tërheqje natyrore drejtësi se është një shenjë e padiskutueshme i mbrojtjes së tij. Allahu mban kompasin tuaj moral të paprekur, duke gju ndihmuar të daloni të miren nga e keqja, edhe kur lingjat duken të pakarta për shumet e qere. Shenja 5. Mbrojtjet gja kundar marra dëhënieve të udamtueshme. Njerë ju ndiket nga fegja e mikut të atigje, prandash behuni të kushdesem me ke e mernimik. Keto fjale profetike zbulon një dimension të telle të mbrojtjes hajnore. Mendoni për njerëzit që kanë hire e me pas kanë dale nga gjeta juaj. Keto mikesi që gjane shkrire në tyrshem. Keto marredhanje që gjane mbilur papritur. Ato takime që edukeshin premtuese por që nuk u realizuan kurre. Ajo që mund të keni perceptuar si zgjengjime ose deshtime marredhenjesh, në fakt ishin manifestime të mbrojtjes së Allahut. Ai filtroi marredhenjet në jetën tuaj, duke gjumbagjtur larg atyra që mund të gju kishin tronditur besimin ose mirakenjen tuaj. Allahu di atë që nuk mund të shihni. Kelimet e fshehura, ndikimet e ardhshme, rruget që ndahen. Kur ai largon disa njerëz nga jeta juaj, është për të gju mbrojtur nga ndikime që mund të gju largonin nga potenciali juaj i vërtete. Keto pese shenja hijnore janë si kshevahire të fshehura në rrugën tuaj, duke pritur të zbulohet. Ato gju kushtojnë se, edhe në momentet kur ndiheni të pambrojtur, mbrojtja e Allahut gju mbulon gjithmone, duke kushdesur për çdo aspekt të ekzistencës tuaj. Herën tjetër kur vereni një pengese kuesh duket mistrisht, një paket e pashpjegueshme me skausit, një intuicion që gju drejton drejt zgjedhjes së duhur, një tërheqje natyrore drejt esisi, një mbrojtje nga marrëdhënie toksike, një ndihme që vjen në momentin kritik, ose një forcim të besimit tuaj në kundërshtim. Dini se kjo nuk ishte thjesht rastesi. Shta Allahu që gju tregon,
Përmes këtyre shënjave të holla për të fukishme, se gjeni gjithmonë në investrimin e tij të dashur, se nuk gjeni asnjëherë vërtet të vetëm. Dhe se mbrojtja e tij është me afer qush se gjugu largja gjuaj. Mos harroni të lëni një koment nëse keni njohur disa nga këto shenja në jetën tuaj. Për fatin tuaj, mbrojteni, udhëhezoni dhe bekoni. Shihemi se shpejti, insha Allah.